Kjo stend qëndroi në sheshin Skënderbej për të ndërgjegjësuar dhe ofruar informacion për sklerozën multiple, një sëmundje autoimune në sistemin nervor, e cila paraqitet me ankesa dhe dhimbje të ndryshme, të cilat vijnë kohë pas kohe. Mungesa e rampeve në rrugë, medikamenteve apo dhe trajtimi dinjitos, siç e cilësojnë, janë sfidat e përditshme i të prekurve nga skleroza e shumëfisht. Sfidat normal që janë të gjithanshme. Në pamje duket sigurisht gjëra thjeshta, apo janë shumë vështira apo. Terapia është kryesore, që na duhet. Është e vështirë që të jetosh një jetë cilësore. Në Shqipëri nuk mjafton që të jesh i smur me një sëmundje, por shtohen vështirësitë edhe nga vetë sistemi shëndetësor. Ka patur medikamente, ka patur vetëm 2 tipe medikamentesh dhe këto të kufizuara për një numër shumë të vogël personash. Vështirësitë për të gjetur një punë të përshtatshme dhe integrimi në shoqëri që të mos kthehen në kosto ekonomike për familje dhe shtetin, siç thon, mbeten kërkesa. Ne kemi bërë një studim për të çështje për numrin e medikamenteve dhe aty dele qartë që mos trajtimi ka humbje 10.6 milion euro për buxhetin e shtetit. Familjet e tyre do ishin në kushtet më të mira cilësore jetese, do kishin një jetë sociale, nuk do kishte izolim. Pra do jetonin përsëri, si thua, në thonjza. Gjithashtu dhe me një mesazh ndërgjegjësimi. Është një thirrje shumë e madhe për le të investojmë për jetën. Sociologja Marsi Simo, themeluese fondacionit Pema e Jetës, theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe nevojës për mbështetje ndaj këtyre pacientëve. Sa i përket të gjithë pacientëve me sklerozë multiple, kemi bërë të mundur të bashkojmë zërat e pacientëve, por gjithashtu edhe përfaqësues nga institucione të ndryshme që kanë një lloj rëndësie në vendimet që ata marrin përgjatë gjithë pjesës dhe procesit të ditëve, pra jo vetëm për të shënuar këtu një ditë e cila është ndërkombëtar, një vazhdimsi për sa i përket shërbimeve, kryesisht duke nisur nga medikamentet, këtu duke futur gjithashtu dhe fizioterapin, por dhe një shërbim psikosocial. Pacientët me sklerozë multiple kanë nevojë për mbështetje dhe ndër të tjera kanë nevojë për dinjitet çdo ditë të vitit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, edhe pse nuk ka një regjistër kombëtar me një numër të saktë, janë rreth 2000 pacientë që vuajnë nga kjo sëmundje në vendin tonë. Numri të diagnostifikuarve po vjen në rritje, ku po prek dhe moshat e reja 18 dhe 25 dhe në raste të rralla edhe tek fëmijët, duke ndryshuar perceptimin si një sëmundje pleqërie.